Situata në rrugët e Los Angeles mbetet e tensionuar pas 3 ditësh trazirash kundër arrestimeve masive të emigrantëve të palishëm nga administrata e Donald Trump. Protestat vazhdojnë në rrugë pavarësisht plumbave kimik dhe plastik të qelluar nga garda kombëtare, teksa rreth 500 marines janë në gatishmëri për të ndërhyrë. Garda kombëtare ishte vendosur rreth ndërtesave qeveritare, ndërsa policia dhe protestuesit u përleshën në margjinat e demonstratave të ndryshme kundër bastisjeve nga Shërbimi Federal i Imigracionit ICE për të arrestuar emigrantët e palishëm në Los Angeles. Vendimi i Donald Trump për të dërguar gardën kombëtare në përgjigje të protestave kundër politikës së rreptë të imigracionit që ai dhe administrata e tij po ndjekin ka shkaktuar reagime. Në një postim në X, guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom e kritikoi më tej presidentin amerikan dhe i bëri thirrje atij që të jap fund misionit të gardës kombëtare. Donald Trump ka krijuar një krizë dhe po nxit situata. Nëse ai nuk mund ta zgjedh, ne do ta bëjmë, theksoi ai, duke shtuar se Donald Trump duhet të jap dorëheqjen. Ai duhet të jap dorëheqjen. Guvernatori gjithashtu pati edhe një thirrje ndaj protestuesve. Aktet e dhunshme nuk do të tolerohen, do të arrestoheni, do të ndiqeni penalisht. Ju nuk po dëmtoni vetëm ndërtesa dhe prona, po shkatroni themelet e demokracisë sonë. Demokracia është në rrezik. Donald Trump po ju përdor si pretekst për të militarizuar një qytet dhe për të anashkaluar demokracinë tonë, tha ai. Në të njëjtën kohë, guvernatori theksoi se dëshiron mbrojtjen e protestuesve paqësor në mënyrë që ata të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre, si dhe mbrojtjen e forcave të zbatimit të ligjit.